Allahu është autori i këtij krijimi, është krijuesi i gjithësisë. Normalisht I takon vetëm atij drejta që të vendosi kufit për njerëzit, se çfarë duhet bëjnë, se çfarë nuk duhet bëjnë, se ku duhet shkelin, se ku nuk duhet shkelin. Njeriu duhet ta ketë frikë Allahut dhe kjo frikë të shoqërohet me devocion, sepse Allahu është ai I cili e ndëshkon, nëse ai kryen ato veprimtari që Allahu I ka ndaluar. Duhet të jetë një frikë e cila afron atë tek Allahu, duke e larguar prej veprave të këqija dhe duke e bërë atë prej vepër mirëve. Siç thot Imam Ibnul Qayyim, Allahu më mëshiroft, zemra thotë e cila udhëton drejt Allahut Azza wa Jall, është si shembulli I atij zogut, koka e cilit është dashuria për Allahun dhe krahët thotë janë shpresa ndaj tij dhe frika ndaj tij. Pra ne e duam Allahun Azza wa Jall, friksohemi atij pra dënimit të tij dhe shpresojmë tek mëshira e tij. Dhe mëshira e Allahut e te kalon zemërimin e tij. Pra njeriu është krijesë e cila gabon, është krijesë e cila prek aty ku nuk duhet preki, por Allahu Azza wa Jall I do ata të cilët pendohen dhe kthehen tek ai, I fal ata dhe ua kthen këto gabime në vepra të mira.